Siri kam qenë pej shtator dhe në 10 orë 2013. Fillim me shkaku pse shkova atje është ke qëllimi është humanizmi, duke parë videot në YouTube dhe në rrjetet sociale, besa dhe mediat vendore dhe ndërkombëtare se çfarë po ndodh në Siri, e mora një vendim që të paktën të solidarizohem me atje me Sirian, me popullin sirian. Këtë qëllim ka qenë humanizëm, po kur shkova atje, por se nuk ishte në rregull dhe po duke kuptu realitetin në Siri çfarë ka ndodhur, duke pa vetë çfarë ka ndodhur, çfarë dezinformatash kanë rrjedh, mos jam këthy, mos na kanë dënu, e këne me disa tjerë, këna formu këtë institut, për shkak që të parandalim ekstremizmin e radikalizmin. Po shpresoj që të mos dënohemi për arsye që ne kemi bërë një gabim dhe atë gabim po tentojmë që ta rregullojmë, po mendojmë që ta ndreqim atë gabim, po mendojmë që të bëhemi të dobishëm për personat e tjerë dhe po mendojmë se kontributi jonë që mund ta japim është një kontribut shumë i madh sa që mund ta japim një kontribut për